Dhe ja kemi rikthyer përsëri këtu në She's On Air në Top Albania Radio në 100 FM dhe jemi me Devisin. Edhe po flisim për shumë drama, dashuri, xhelozi dhe ti ke një këngë Devis, që unë kam shumë qef. Është kënga që me Vaskët Surrin. Është dramë vetë me billin që i them unë. Po, me billin. Kam pagëzuar, po. Ela re billin. E përshëndesim. Po më trego që ka ndonjë histori pas. A the kam pagëzuar. Ti dëgjon mirë, e? Mirë. Okej, në rregull. Është një histori pasaj këngës, çfarë shihet, është shumë dramatike, më thënë unë kur gjoj çaj. Nuk e meriton. Çan? Po, çaj. Pa çaj mirë tani. Çaj dhe qesh. Po çaj dhe qesh, po e këndove ti këtu tani unë për shkak mund çaj prap. Ashtu e? Po. Ke ndonjë gozhd që themin e Koçar, ndonjë gozhd të vjetër. Po, të vjetër të re. Nga tron zyrtar të vjetra të reja, po gozhda është gozhd. Gozhda ngjilet gjithmonë aty. Kjo ka një histori si këngë në fakt. Po përgatisja në fakt albumi nga viti 2009-2010 te miku im Gen Myftare, cilin e falenderoj. Dhe te albumi im ishte edhe kjo këngë pjesë e albumit, një nga 11 këngët. Nuk e meriton dhe do ta këndoja vet. Një moment un shikoj në ëndër që këtë këngë po e këndoja me Vaskët Surrin. Me Billin. Me Bill Clintonin e përmetit. Personalisht nuk e njihja, dija disa këngë të Vaskës sepse ai është një nga ngacmimet e mia përsa i përket këngës popullore. Unë nuk kam dëgjuar shumë këngë popullore dikur, po Vaska është arsyeja që unë kam dëgjuar këngë popullore. Okej. Zëri i tij, karakteri i tij etj. Dhe e dëgjoj dhe e shikoj si duhet në ëndër, që kur unë po këndoj Vaskët Surrin. Çohem në mëngjes tash kjo është thirrje, kjo është e padiskutuar. Tash unë ja gjej numrin e telefonit. Po, e gjej numrin e telefonit. Alo Vaskë. Alo Bill. Alo Bill, jam unë tash. Shoku tim tha e mirë, po si tash unë kam ndjekur që në Greqi tash ai ka vajzat në Greqi. Në Athinë dhe shikoj atëre shpesh në emision, tha, si ka kaluar 2-3 vjet. Shumë mirë tash unë. Kjo më vjen mirë tash që ke edhe një opinion se kush jam. Kështu tash unë ja thash historinë është një këngë që po e bëj. Pash në ëndër i the? Po. E pash këngën në ëndër. Sikur po këndonim të dy videoklipin. Ta dëgjojmë tha. Le takim pas 2-3 ditësh vjen Vaska, dëgjon. Kjo është ta. Mi po kishim një kimi shumë pa parë me Vaskën sepse edhe ai është super njeri, shumë njeri pozitiv. Un po ai që dihet dhe më vjen u ndjeva sikur njiheshim për 20 vjetësh. Kjo këngë shkuar nga miku im Jorgo Papinqi, i cili nuk jeton më dhe besoj se na dëgjon sipër. Ai e shkoi ti që nga fillimi në fund, si tekst, më pa diskutim hit dhe është një nga hitet shumë të forta të mia sepse kur shkojnë në sheshe në përgjithësi e këndojnë që nga mosha 10 vjet deri në moshën 60-70 vjet. Po tani kjo kënga është shumë e ndjerë. Kështu domethënë duhet dy karaktere dramatike për ta bërë të funksiononte. Kush është më dramatik, ti apo Vaska? Dëgjoj, ne dramën e kemi thellë, unë dhe Vaska, bash brenda. Brenda jush. Janë dy lloje drama që bashkohen së bashku dhe krijojnë atë që të bën të përqar. Tash cila pjesë të bën të përqar? Ku e dhet lotin ti, në cili moment? Që tek teksti, që tek titulli, më fal. Që tek titulli. Nuk e meriton. Po. Do të Nuk e ka merituar. ti je viktima në rastin konkret. Mua nuk më meriton. Nuk e meriton dashurinë tënde ai pra. Po mirë. Nuk e ka merituar kurrë. As i vjetri, as i Do të testojmë diçka sot. Po, ka diçka për të lënë pak dramën, ka diçka për të festuar vërtet. Testuar. Do i bësh një prank Vaskës, ta marrë në telefon. Surit? Po. Dhe do t'i thuash në telefon që keni një sponsor që do ju paguaj diku te 50.000 euro për një klip të shkurtër ku ai do të marr pjesë bashkë me ty. Mirë po Vaska përveç se do këndoj duhet të përfshihet në një skenë intime me një zonjë që do jetë figurante dhe do përdor fraza komike gjatë klipit. A do pranon? Ky është ushqimi im domethënë. Të bëj gjëra të tilla. Ua, do të Ne tani me si po flet drama. Se unë kam dhe humorin shumë, Vaska ka dhe tjetër lloj drama. Vaska ka dhe shumë humor vet. Pasi mbaruam klipin, se edhe unë nga njerë me pëlqen të pi. Veru, pimja 2-3 shërë dhe po ishim arirë, dhe po e çoja në shtëpi. Kur them në arirë, do ishim kështu, domethënë, po të na shtunë derdheshim. Si vera. Po. Hajde natë mirë Vaskë, më kthehet.
Dëgjoj më tha, "Ma çaj tash unë." Po më tha, "Si nuk u mlodhëm mirë të pieshim." Tha. Dhe tani ishim ngrohur. Jemi vetëm për të ngrohur, për të bërë dhënë. Tani do të telefonojmë Tani po Vaskën. marr Vaskën. Shqetësi që mos kupton. Mos ta kuptoj bas. Vetëm mos qeshni. Inshallah është diku që na di, domethënë që mund të flas. Shenja e mirë kjo që të bie zilja. Se njëherë është e bashta e tij edhe nuk dëgjohet. E po si vazhdon dise? Si lo... Po ku je moj i pikuar, ku je aty? A të bërë shta unë të mërë, i pikuar që Që s'kam një të liga, e? Po kam shumë të liga. Qartë të numërosh për parë? Ja, s'ka të liga. Të gjota që unë jam me një mikun tim të afër. A ish biznesmen në Amerikë, në New York, shumë njeri pasur, po kjo s'ka rëndësi, a ish fan si jonë, sidomos joti. A shqiptar mu? Po shqiptar, olla shqiptar, Shkodran, është Shkodran. Është nga Shkodra. Gjota se Bën krucit me Korçën dhe. Po nuk e di me Korçën, po nuk e di me Përmetin ka bërë. Jo, po, po përmetit dam dyshke vogële. Dallën dyshke vogël e Korçës. Akoma ti mo, pa akoma po ja. Atëre dallën dyshke më dëgjoj tash. Ky shoku ton Ermali do të bëjmë një këngë tjetër në një bashkëpunim tjetër, si kënga nuk e meriton sepse ky e ka kështu domethënë me atë hapësyt në mëngjes, me atë fle në darkë, me atë këngë se edhe ky ka historitë e veta. Dhe ky paguan 50.000 euro, deri në 50.000 euro të dyve. Të bëjmë një klip në Amerikë, në New York, në nga do gradaçelat e New Yorkut, thotë do më paguaj kaq shumë për të jemi në Manhattan. Dhe do që skenat intime me vajzën me ka një supermodele ky, e ka mike. Bashketon me atë po, këtë supermodelen thotë që se ti that je i ri thotë ty ndonjë bëhem xheloz thotë, dua që skenën e nxehtë të klipit ta bëj Vaska thotë. Skenën intime. E kuptoj. Sepse me ty është pazarar dhe ti nuk keq kuptohesh edhe është normal domethënë. Tash ti zarari ti po jo në klip, këtu është ideja. Unë e kam që për ti, ore, po i zarari sot. Po kam të unë, ore. Dëgjoj tash se kemi njerëz tu, se nuk kemi vetë. Nuk jam sy ty. Tashi ti pranon që skenën intime me këtë vajzën modelen mikeshën e Ermalit ta bësh ti? Sepse ky do që ta bësh ti, kupton? Tash i skenën, se themi të bësh dashuri, të bësh seks ore. Po, diku me roba, siç më thotë diku me roba banje, për shembull, në një moment intim mund të jesh në ishtrir, për shembull, më kupton? Duke përqafuar, po çfarë do bësh tash? Çfarë do bësh? Do bëjmë tash akarete, thagma. Po do t'i bëjmë, pse mos i bëjmë? Neve artistë jemi tek e fundit. Po pik. Do t'i marrë ti zonjës lej, do t'i thua kështu. Po do t'i marrë se s'bën, se po s'veshi ajo. Tot pastaj, se na le tani pleqëri dhe bajde pastaj merru vesh. Po kush të le ty bre, ti ore. Ti e në rinik e qenë endre çdo vjere. Ti mjalt, ti ke 12 koshere me mjalt dhe mjalt je vet. Në rregull. Shumë që kush të do ty, Gjithsesi unë do flas tani me Ermalin, se ky është tash i shoqëruar dhe me njerëz, do ta diskutojmë dhe do ta shikojmë si projekt më të detajuar dhe do të themi për gjërat. Mos ke frikë se nuk është ndonjë skenë kështu hot, kupton? Është diçka normale, po s'do që ta bëj unë, kuptohet? Do që ta bëj Vaska, sepse aty është bukuria, aty është ajo si thua. Aty është shitet klipi, aty shitet kënga, kupton? Ajo është surpriza. Unë e kuptoj skenarin. Një burr i vjetër, domethënë një burr edhe kënga është pak komike, një burr i vjetër, qërima i vajzë të re, sepse është temë ndërkombëtare sot, vajzat e reja vën me burrat me lek shumë të mëdhenj, kupton? Në përgjithësi, Ti je i burri me lek, ti je miliarderi në rastin konkret, më kupton? Siklet, më mirë, ne nuk do, ne do bëjmë skena aq sa të mban kurrizin, nuk do bëjmë tash skena që të dalësh dhe ti je figurë, kupton? Po prandaj them unë se. Jo. Do ta shikojmë gjithsesi për të mora, këtë fala nga Ermali.
Edhe do flasim nga afër pas. Mirë. Po mirë, patjetër. Të fala bëjt ti me shumë dashuri, falenderit shumë për respektin që ka për mua dhe inshallah Zoti i Madh na e sjell që të takojmë nga afër. Unë në datën 2 vi në Korçë. Unë jam në Tiranë tani, nuk jam në Korçë. E kuptoj, pas ka problem, nuk ka problem. Ti kur të vish në Tiranë, kur të vish Ermali është deri në do 10 nëntor këtu, kur të vish më merr telefon dhe ndoshta vjen ai në Tiranë ose shkojmë në Shkodër dhe flasim, mirë? Mirë. Të përqafoj, të fala zonjës edhe gjithë mirat brazer. U gëzova që dëgjova, të përqafon shoku. Pafshim vëlla, pafshim. I thaj që Ti thoshtin më Vaskë si ishte një prenda. Faleminderit që je kaq i gjendur, kaq tani unë jam shumë kurioz. Ja sekond tash, të bëjnë këtë. Po që ta përshëndesim dhe ne që jeni në emision. 50.000 euro për 50.000 Vaskë. E bën kushdo. Mund të jemi modelja. Dale sekond, dale po. Tash këtu si Ermalit. Ermali, e pakzova. Mund të jemi modelja me Vaskë. Tash më dëgjoj. Në këtë moment që po të marr, jemi live në Radio Top Albania. Jemi me 6 vajza të bukura këtu. Në rregull, në Radio Top Albania. Të përshëndesim, dëgjoj çfarë thon. Ishte një shaka. Po çfarë dhe unë kam thënë dhe fundit unë versionin tim e dhash në version Edhe tani mendoj është fiks momenti për këngën tonë. Ishte një ide nga produksioni Top Albanias që të bënim një shakat bukur me ty dhe ti e përballove shumë bukur me shumë. Tani do të faleminderit. Këngën tonë të preferuar. A do këndojmë se jemi nga telefoni bashkë këtë refrenin ti se di se sa po vuaj që ta mbyllim atë. 1 2 3 opa. Ti se di se sa po vuaj, dita po më duket mu çfarë kam Tek i madhizo. Ajo është të përshëndesim dhe të përqafojmë. Hajde Billy, hajde. Të duam shumë të gjithë, të duam shumë. Edhe ne Billy.